Unë do tentoj të hyj nëse mund të marrë një prononcim zotit Braçe. Jo të është zyre Partisë Socialiste. Partisë Socialiste. Na thoni prapë se jeni ju aty, është zyre Partisë Socialiste. Çfarë kërkoni ju në një zyrë ku nuk ka baner dhe nuk ka logo? Çfarë kërkoni ju aty? Nuk dua të iki ju me çfarë statusi jeni aty. Na thoni prapë se jeni aty. Ti dhe ky banditi tjetër këtu. Edhe ky banditi. Edhe ky banditi. Se i ke prek. I ke prek atë. Me çfarë statusi jeni? Ti s'kam prek me dorë, mos më prek me dorë. Thoni prapë se jeni ju këtu, a është zyre juaja? A është zyre juaja? Nuk të llogaris për njëri. Nuk të llogaris për njëri po them. Ik se s'të llogaris. A është zyre juaja? A mund të na thoni është zyre juaja? A është ky një kërcënim? Jo, Ambroze, ta dëgjojmë audio dhe do t'i kërkosh zotit Braçe publikisht ta tërheqim brapsht të kërcënimi karshiteje. Po nuk i kërkoj zotit. Do një farë fije burrërie. Të lutem, kërkojeni këtë. Ju lutem, a është zyre Partisë Socialiste? Ju njerë do të rishni kërcënime ndaj meje, je po shparë më ke prekur. Ju do të rishni denoncimet nga mua e para, dhe dyta na thoni, a është zyre Partisë Socialiste përderisa mos më prek mua me dorë, mua mos më prek me dorë, dhe mua mos më drejton me ashtu. Na thoni a është zyre juaja apo jo? Se jeni në atë zyrë ku ka pas persona që jam sheu. Më fal, a është zyre Partisë Socialiste? Na thoni pra. A është zyre Partisë Socialiste? Thojani publikut prapë se vini fshehur azi. Na thoni, nuk ka banere, çfarë është kjo zyrë? A është zyre juaja personale? Mos mua afroni më mua, keni kujdes mos mua afroni. Mua mos mua afroni dhe mos më drejto ashtu. Nuk largohen fare. Na thoni, po fare, po mos mua afroni mua ashtu. Ju kush jeni? Ju kush jeni?